çështjet që lidhen me punën, çështjet që kanë të bëjnë me ndryshime, me vendime të rëndësisë së veçantë. Data 18 kemi afërditën shqiptar që formon një trekëndësh me një kënd me ndikimin e Marsit në ndikimin më të madh që ka të bëjnë në një kënd që na lejon të përqafojmë ndershmërinë dhe karrierën, drejtësinë, që të ketë mundësinë dhe çështjet e tjera që neve duam, por gjithashtu të transferojmë plagat e së kaluarës në forcë dhe empati dhe do të kultivojmë pranimin dhe dashurinë në marrëdhëniet tona, ndikojnë pozitivisht të shenjës siç janë Dashi, Luani, Shigjetari në dhjetëdiqin e dytë dhe fillimi i dhjetëdiqit të tretë, ku është një ndikim mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në gjërat tona që ne bëjmë. Prandaj